Dhjetra zjarre janë shkaktuar në rajonin e Tetovës dhe jo vetëm, si pasojë e mospastrimit të hoxhaqeve. Këto zjarre zakonisht shkaktohen në këtë periudhë të vitit kur edhe ndodhemi në sezonin e ngrohjes si pasojë e neglizhencës për mospastrim dhe kontrollim në kohë të hoxhaqeve. Nga njësia e zjarfikësve nënvizojnë se edhe pse kanë bërë apele vazhdimisht, megjithatë kjo dukuri përsëritet pasi që kanë intervenuar në dhjetra raste të zjarreve për shkak të mos mirëmbajtjes së hoxhaqeve. Dihet që kemi me dhjetra intervenime në hoxhaqe, dihet që në për shtëpi private dhe banesa kolektive. Vlen të cekët rasti i fundit në fshatin Tenov, të cilën pa kujdesia e pronarit të shtëpisë, edhe pastaj zjarri e kaploi edhe kulmin e shtëpisë. Kështu që apelet tona kanë qenë që çdo herë të pastrohen hoxhaqet në kohë, që mos kemi dome më të mëdha materiale dhe probleme tjera brenda banorëve të cilët shfaqet ky zjarr. Hoxhaqet duhet pastrohen 2 herë në vit, mirë po qytetarë të ndryshëm dihet që përdorin edhe druje dhe gjithçka tjetër për djegje. Kjo është në kompetencën e inspektoriatit komunal, të cilët duhet bëj rregullisht kontrolle të ndryshme, veçanërisht në objekte prodhuese të cilët janë në qytetin e Tetovës. Edhe nga policia e Tetovës thonë se me fillimin e sezonit të ngrohjes rritet ndjeshëm mundësia e zjarreve, kryesisht si pasojë e pakujdesisë njerëzore. Instalimeve elektrike të vjetruara dhe të amortizuara në ndërtesa, furave me defekte dhe hoxhaqeve të papastruara në shtëpi ose ndërtesat e banimit. Sektori i punëve të brendshme Tetovë me këtë rast apelon deri tek qytetarët për kujdes maksimal, përkatësisht të mos i lënë të ndezura ngrohëset kur nuk janë në shtëpi apo në hapësirat e punës për një kohë të gjatë e sidomos kondicionerët. Ky për shkak sepse nevojitet vetëm një shkëndije vogël për të shkaktuar zjarr me pasoja serioze, materiale dhe të tjera. Kjo vlen veçanërisht për ndërtesat e banimit, ku lokalizimi i zjarreve është shumë i vështirë për shkak të mungesës së pajisjeve të nevojshme në shumë prej tyre dhe qasjes së vështirësuar në ndërtesa, kryesisht për arsye ndërtimore apo të tjera. Pronarëve dhe banorëve të ndërtesave u rekomandohet të kontrollojnë dhe pastrojnë hoxhaqet të paktën 2 herë në vit, por edhe të mos i mbingarkojnë instalimet duke ndezur disa pajisje elektrike në të njëjtën kohë. Kjo pasi sipas nenit 288 të Kodit Penal, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm përbën vepër penale për të cilën është parashikuar dënim me burg nga 6 muaj deri në 5 vjet, e nëse është kryer nga pakujdesia dënimi është deri në 3 vjet burg, thot Fatmire Xhepi, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Edhe nga policia, edhe nga njësia e zjarfikësve në Tetovë apelojnë deri tek qytetarët që të respektojnë udhëzimet për të parandaluar zjarret e mundshme dhe me këtë të parandalojnë pasoja më serioze për jetën dhe pasurinë e tyre, si dhe jetën dhe pasurinë e të tjerëve.